Porositë e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 110. O Ali, 3 gjëra nëse nuk janë të një person, punët e tij janë të paplotësuara. Devotshmëria që e ndalon atë nga mëkatet ndaj Allahut të Madhëruar, morali me të cilin të sillet mirë me njerëzit dhe durimi me të cilin largon ignorancën e ignorantit. 111. O Ali, besimtari ka 3 gëzime në këtë botë: takimi me vëllezërit, dhënia e iftarit për agjëruesin dhe falja e namazit në fund të natës. 112. O Ali, të ndaloj nga këto 3 tipare: smira, lakmia dhe mendje madhësia. 113. O Ali, 4 karakteristika janë prej mjerimit: ngurtësia e syrit, ngurtësia e zemrës, shpresa e largët dhe dashuria për të qëndruar për herë në këtë jetë. 114. O Ali, 3 cilësi të gradojnë, 3 të shlyen gjunahet, 3 të shkatërrojnë dhe 3 të shpëtojnë. Ato që të gradojnë janë marrja mirë abdes në mëngjes, pritja e namazit pas namazit dhe ecja ditën e natën për në xhamat për të falur namazin në grup. Ato që shlyen gjunahet janë përhapja e selamit, shpërndarja e ushqimit për nevojtarët dhe falja natën kur njerëzit janë në gjumë. Ato që shkatërrojnë janë lakmia që i bindet, tekat që ndiqen dhe vetadmirimi i njeriut. Ato që shpëtojnë janë frika ndaj Allahut në fshehtësi dhe hapur, ekonomia në pasuri dhe varfëri dhe falja e drejtë në kënaqësi dhe në zemërim.